Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin në vend dhe në botë, nisur nga vizita e fundit e presidentit amerikan Donald Trump në Kinë, por dhe se çfarë po ndodh ndërkohë në lindjen e mesme me Iranin. Më pas do zbresim në Kosovë mbi situatën politike në cilën ka hyrë Kosova, që shkon drejt zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, dhe më pas do të trajtojmë dhe aktualitetin politik në vend. Për të folur për gjitha këto, ne kemi të ftuar mikun e podcastit ton, zotin Gridroj, një herësh pedagog i shkencave politike në Universitetin Cuni në New York të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zoti Roj, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Roj, çfarë do të thotë vizita e presidentit amerikan Donald Trump në Kinë dhe çfarë prodhoi në vetvete kjo vizitë, qoftë për Shtetet Bashkuara të Amerikës, por qoftë edhe për vetë botën? Po siç e kemi thënë më parë në këtë podcast dhe e kam thënë dhe në intervista të tjera, ajo që ka ndodhur është që sistemi ndërkombëtar është në periudhën e madhe të ndryshimit, mund të themi me plot gojë që ka ndryshuar. Raportet e forcës janë duke u përcaktuar në një farë mënyre, por ajo që është tani më e qartë është që bota ka hyrë në një moment të ri. Sistemi ndërkombëtar ka hyrë në një moment të ri dhe vizita e presidentit Trump shërben për të përvijuar konturet e këtij sistemi të ri ndërkombëtar dhe për të përcaktuar se ku do të jenë kufijtë e gjithë secilit. Zakonisht vizitat e mëdha shtetërore, sepse ishte një vizitë shtetërore, nuk kanë të bëjnë shumë me atë çka thuhet, nuk kanë të bëjnë shumë me atë që pompohet, me pompozitetin apo me pjesën e dukshme të vizitës, por kanë të bëjnë me qëllime të mirë përcaktuara të dyja palëve, të cilat përpiqen që ti lehtësojnë punën vetes në sistemin e ri ndërkombëtar, ose të gjejnë një gjuhë të përbashkët për probleme të thekshme të këtij problemi, të këtij sistemi në këtë moment. Unë mendoj se agjenda amerikane ndër të tjera mbarte nevojën që kishin Shtetet Bashkuara të Amerikës për të krijuar, për të përvijuar rolet në përbot, në rajonet të ndryshme të botës, përfshirë edhe lindjen e mesme. Ndërkohë që nga ana e Kinës kishte dy lloje agjendash. Agjenda ndërkombëtare e Kinës është që tani më Kina njihet si një nga lojtarët kryesorë të sistemit të ri ndërkombëtar, pra nuk është më Kina pasive, Kina që nuk kërkonte, po që rrinte në hije dhe mblidhte forcën e vet. Tani më kemi një Kinë e cila vendos veto, kemi një Kinë e cila kërkon të ruaj ndikimet e vet, ndikimin e vet në sistemin ndërkombëtar, dhe së brendshmi presidenti kinez Xi Jinping mori atë që është shumë e rëndësishme për të, nuk besoj që flitet aq shumë për këtë pjesë të politikës së brendshme kineze, sepse kishte nevojë për një rilegjitimim, siç e kam thënë dhe më parë këtu. Kina është duke ndërmarrë disa reforma jashtëzakonisht shumë të thella ushtarake dhe nuk dihet se kush po hiqet nga vendet drejtuese, po janë të paktën 20 general të cilët janë pushuar nga puna dhe në asnjëri nga korpuset e Kinës nuk drejtohet nga një komandant i përhershëm, i caktuar me anë të procedurave të Partisë Komuniste Kineze. Shumë pak kanë mbetur, të tjerët janë të gjithë zëvendësues të atyre që kanë ikur dhe ka disa muaj që nuk po zëvendësohen. Pra kjo flet edhe për një tension të brendshëm brenda Partisë Komuniste Kineze, dhe vizita e presidentit Trump dhe ajo që presidenti Trump tha për homologun e vet, presidentin Xi Jinping, i jep një dorë shumë të madhe në politikën e brendshme. Pra, këto vizita dypalëshe shfrytëzohen sa për sistemin ndërkombëtar, ashtu dhe për konsum të brendshëm. Me këtë vizitë, presidenti amerikan Donald Trump i jep një dorë më shumë Kinës në arenën ndërkombëtare, apo e frenon atë nga ekspansioni i saj ekonomik dhe gjeopolitik? Unë nuk mendoj që shtetet e mëdha kanë në dorë që të vendosin se kush
mund të ulet në tryezë, po t'ishte për shtetet e mëdha, askush tjetër nuk do të ulen në tryezë përveç tyre, sepse sistemi ndërkombëtar është ndërtuar në mënyrë të tillë që të gjitha shtetet ruajnë interesin e vet deri në fund dhe çdo që ka një pozicion hegemonik nuk kërkon që të lejojë të tjerë të ulen në tryezë për të marrë vendime, por përpiqet që ta ruajë hegemoninë. Pra, në një farë mënyre, vizita e presidentit Trump është një njohje e rëndësisë që ka tani Kina në zgjidhjen e problemeve ndërkombëtare. Nëse do ta kishte dëshiruar këtë qeveria amerikane apo jo, në këtë pikë ku jemi ka pak rëndësi. Këto janë faktet, ky është realiteti. Realiteti është që vizita ja njeh një rol pak a shumë të madh Kinës në sistemin ndërkombëtar. Çfarë po ndodh në lindjen e mesme mes Amerikës, Izraelit dhe Iranit, teksa duket se nuk ka negociata dhe zhvillime konkrete për të arritur një marrëveshje dhe ndërkohë ngushtica e Hormuzit mbetet nyja gordiane në këtë rast dhe ajo që po prodhon dhe mban në këmbë këtë krizë? Ka një tendencë për t'i parë gjërat vetëm në sipërfaqe dhe është një tendencë njerëzore në fakt. Pra, shihet se çfarë po ndodh dhe përpiqen shumë kush në rrjet dhe nëpër media të bëjnë analizë sipërfaqësore, ajo që duket si e ndikon realitetin. Mirë, po ka shumë gjëra që janë të padukshme dhe ka shumë gjëra që duhen analizuar me shumë kujdes në situatën e lindjen e mesme, sepse ka disa plane të ndryshme të analizës. Nga pikpamja e madhe gjeostrategjike, raporteve midis shteteve të mëdha, është e qartë ajo që duket se do të bëj presidenca Trump, që është që të izolojë Iranin me anë të marrëveshjeve dypalëshe si me Kinën ashtu edhe me Rusinë, duke lëshuar pe në pika ku Kina dhe Rusia kanë interesa jetike për të përfituar mundësinë që të mos ketë mbështetje për Iranin. Ky është një lloj vështrimi i situatës, por ka disa plane të tjera, sepse Irani nuk është një vend i cili nuk ka resurse, i cili nuk ka fuqi. Pra Irani ka grumbulluar fuqi për të qenë një fuqi të paktën e mesme, ka një ushtri e cila sipas raporteve të shërbimeve të inteligjencës amerikane ka ruajtur 70% të kapacitetit goditës me raketa, ka një fuqi e cila pavarësisht se janë goditur hyrjet e tuneleve, tunelet nëntoksore vazhdojnë të ekzistojnë dhe mbi 75% të hyrjeve janë rihapur deri më tani, pavarësisht shkatërrimit masiv të infrastrukturës dhe të ushtrisë dhe marinës, qeveria iraniane mbetet në kontroll, nuk ka humbur kontrollin e situatës dhe ka dhe ajo zërin e vet në këtë konflikt. Pra, në këtë plan nuk shërben shumë një marrëveshje me Kinën apo me shtetet e tjera përreth, për sa kohë që Irani ka interesat e veta, të cilat po i ruan dhe po përpiqet t'i çojë përpara. Në një plan të tretë është dinamika rajonale, ku hyn Izraeli, hyn shtetet e Gjirit Persik, hyn Arabia Saudite, të cilat hyn Turqia dhe ndonjë shtet tjetër përreth. Janë dinamika të cilat janë shumë palshe. Turqia ka një aleancë për shembull me Katarin, Izraeli ka një aleancë me Emiratet e Bashkuara të Arabe, e ka Jordanin praktikisht si një koloni të vetën, e të tjera ka një marrëdhënie të kuptimit të ndërsjellë midis Egjiptit dhe Izraelit. Pra, ka Arabia Saudite ndërkohë po përpiqet që ta kthejë lindjen e mesme në një vend ku bëhet biznes, ashtu siç vendet e Gjirit. Pra, ka disa përpjekje të cilat shkojnë nga shumë anë të ndryshme. Kemi Kuvajtin, kemi Omanin, që është një vend me shumicë shiite, që është sulmuar, po jo aq shumë sa të tjerët, ndoshta ka afërsi më të madhe me Iranin, kështu që këto aleanca të ndërsjella luajnë rolin e vet. Ajo që duket qartë në pamje të gjerë është që Irani ka një strategji të qartë, e cila bazohet pikërisht tek objektivat që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli dhe shtetet e tjera për rajonin. Ata e shohin rajonin si një vend për të bërë biznes dhe mënyra për të kundërvënë
kësaj strategjie është që të prishet vendi ku bëhet biznes, pra të prishen këto premisa, duke u prishur premisat e bërjes biznes, duke u sulmuar energjia e vendeve të gjirit, duke u sulmuar resurset e naftës, duke u sulmuar resurset e Shtetet Bashkuara dhe Izraelit në vendet e gjirit, prishet strategjia dhe bëhet e pamundur arritja e objektivave të kundërshtarit. Irani ka dhe një avantazh tjetër që nuk ka nevojë të fitojë. Irani ka humbur luftën ushtarakisht, nuk ka nevojë të fitojë, por ka nevojë vetëm të mbijetojë. Dhe mbijetesa është fitoria e Iranit, sepse i ul prestigjin një fuqie të madhe siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe lejon gjithkënd tjetër që sheh, sepse duhet kuptuar që njëra nga pjesët e fuqisë të një fuqie të madhe nuk është thjesht aftësia për të bërë diçka, aftësia për të ndërhyrë, por është edhe frika që kanë aktorët rajonal nga ndërhyrja e shtetit të madh. Në qoftë se frika zvoglohet edhe sasia e fuqisë së një aktori të madh. Gjithsesi ky është ende një teatër në vlim e sipër. Asgjë nuk është vendosur, asgjë nuk ka mbaruar, asgjë nuk ka përfunduar dhe unë do të thoja që as vizita e presidentit Trump në Kinë nuk duhet marrë si shablon. Le të mos harrojmë që shumë pak para luftës dytë botërore pati një marrëveshje shumë të madhe, shumë të pompuar midis von Ribbentropit dhe Molotovit, ku Gjermania dhe Bashkimi Sovjetik zotoheshin që kurrë mos sulmonin njëri tjetrin. Shumë pak kohë më mbrapa çështjet rrodhën krejt ndryshe. Pra, le të mos i shohim gjërat thjesht në aspektin sipërfaqësor, po të përpiqemi që të shohim një analizë më të thellë. Në këtë rast, duke mbetur mes Amerikës dhe Iranit, vetë presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Irani do të ketë kohë mjaft të këqija nëse nuk arrihet një marrëveshje. Në këtë rast, me këtë lloj deklarate, si mendoni, do të kemi një rikthim të luftimet dhe një përballje siç e pam ato të fundit, apo këto janë retorika politike që përdoren në kuadrin e arritjes së një marrëveshje ose kërcënimeve të ndryshme, po themi përmes propagandës politike? Shikoni, lufta nuk ka përfunduar kurrë, ka një armë pushim i cili nuk është tamam armë pushim, është një armë pushim që palët ja kanë vendosur njëra tjetrës, por lufta nuk ka përfunduar, sepse përballja me ngushticën e Hormuzit, ku njëra palë ka bllokuar tjetrën dhe pastaj tjetra riblokoi naftën e palës tjetër, është pjesë e përplasjes, është pjesë e luftës. Sipas Van Clausewicit, generalit famshëm që ka shkruar një libër për këtë punë, lufta është vazhdimi i politikës me mjete të tjera. Pra, ne jemi ende mu në qendër, mu në mes të luftës. Ndoshta është zvogluar numri i bombave që bien në njërin krah apo tjetrin, por kjo nuk do të thotë që lufta ka përfunduar. Kjo ishte pika e parë. Pika e dytë, pra nuk flitet më për rikthim të luftës, po flitet për vazhdimsi, për luftë të nxehtë apo luftë thjesht bllokuese, siç jemi për momentin. Të dyja palët kanë avantazhe në xhep, të cilat mund t'i përdorin, por nuk duan t'i përdorin. Nga njëra anë, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk i kanë përdorur të gjitha kapacitetet që kanë për ta shkatruar Iranin, sepse në çdo luftë, për të përmendur një tjetër teoricien të luftës që është SNC-ja, nuk duhet shkatruar deri në fund armiku. Duhet lënë gjithmonë një rrugë dalje armikut në mënyrë që të gjendet një marrëveshje. Shtetet Bashkuara të Amerikës mendojnë për Iranin e të ardhmes, mendojnë për rajonin, për stabilitetin e të tjerë. Pra kanë shumë në dorë për të bërë. Nga ana tjetër, Irani ka treguar që e ka aftësinë deri më sot për ta mbyllur ngushticën e Hormuzit. Dhe mbyllja e ngushticës së Hormuzit ka krijuar një bllokim të biznesit ndërkombëtar dhe paradoksalisht ky bllokim prek më shumë disa nga aleatët, duke përfshirë edhe Kinën e Iranit. Duke qenë që bllokohet Kina, duke qenë që bllokohen, se nuk është çështja vetëm tek nafta, njerëzit flasin vetëm për naftën, bllokohet gazi i lëngshëm që Evropa merrte mbasi mbylli rubinetat me Rusinë, bllokohen produktet e dyta që prodhohen me anë të naftës të tjerë, bllokohet plehu kimik që i përdor bujqësia ndërkombëtare
i cili duhet kaloj prej andej për të ardhur në kohë të caktuar, sepse po nuk u hodh plehu në kohën e caktuar, nuk bëhet prodhimi dhe duke mos u bërë prodhimi krijohen kriza ushqimore. Pra është një reakcion zinxhir i shumë çkaje me bllokimin. Pra, për ta thënë shkurt, Irani e ka treguar kapacitetin që mundet të bllokojë sot. Nëse kjo do të mbetet e tillë, Irani ka në dorë një armë shumë të madhe. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende po deklarojnë fuqimisht që e kanë në dorë ta hapin ngushticën e Hormuzit. Kjo mbetet për tu parë, kjo mbetet nëse është thjesht një deklaratë e vullnetit apo është deklaratë që bazohet në kapacitete. Në çdo rast, ngushtica e Hormuzit për disa kohë nuk ka për të hapur, çmimi i naftës ka për të rritur, kriza ushqimore ka për të ardhur, kriza ekonomike ka ardhur dhe do të thellohet, është e parapar, dhe kjo çon në përkeqësim të situatave të brendshme në të gjitha vendet dhe çon në një thellim të mundësisë për përplasje të mëtejshme, sepse siç dihet kur problemet thepisen dhe përplasja bëhet më e egër. Ndërkohë nga ana tjetër, a rrezikon që Kuba të shkojë dhe të ketë një skenar si ai i Venezuelës, teksa tensionet në vend po rriten dhe situata ekonomike po përkeqësohet atje, ndërkohë vizita e drejtorit të CIA-s John Ratcliffe duket se ka ngjallur edhe më shumë tension, po themi, duke qenë se përfaqëson një simbolik tjetër prania e tij atje. Në këtë rast, çfarë do ndodh me Kubën dhe si po e monitoron Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetë Kubën në këtë rast? Shikoni, çështja e Kubës hyn në një diskutim më të gjerë që është hemisfera perëndimore i njihet Shtetet e Bashkuara të Amerikës si hegemon rajonal. Ndaj, bazuar në këtë premisë dhe bazuar në atë çka po ndodh, unë shoh Kubën si Shqipërinë e vitit 90, ku qeveria kontrollon gjithçka, nuk ka rrezik për revolucion të brendshëm, nuk ka rrezik për opozitë të brendshme. E vetmja opozitë që mund të dalë nëse autoritetet kubane lejojnë është një opozitë si ajo shqiptarja, që ishte e brendshme, doli nga kuadrot e vetë partisë, të cilat pastaj u bën më antikomunistë se sa komunistët, dhe është do të jetë pra një kalim i butë ose i fortë në bazë të asaj që do të vendosi elita kubane. Unë mendoj që çështja e Kubës është një çështje që nuk ka zgjidhje tjetër përpos një zgjidhje që i pëlqen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe tani më po negociohet vetëm çmimi. Vizita e fundit, unë nuk kam informacione të brendshme sigurisht, sepse këto janë informacione që i dinë shërbimet e inteligjencës, po bazuar në çka shihet, bazuar në burime të hapura, vizita dhe sidomos vizita e drejtorit Ratcliffe tregon që ka një proces oferte dhe këmbim opinionesh mbi këtë ofertë, me çfarë ju ofrohet Paris komuniste kubane, që ajo të lëshoj pushtetin apo të lejoj transformimin e butë, apo të lejoj që një revolte kontrolluar të bëjë ndryshimin demokratik e të tjera. Pavarësisht se çfarë forme merr ky ndryshim, do të jetë një ndryshim që do t'i përshtatet agjendës ndërkombëtare të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, e cila është e njëjta gjë që ndodhi në Venezuelë, se duhet parë me kujdes. Në Venezuelë nuk ndryshoi paria. Në Venezuelë u hoq ai që konsiderohej si pengesa dhe u hoq në mënyrë ceremoniale dhe u hoq duke i treguar Venezuelës që të gjitha mjetet e mbrojtjes që keni marrë në lindje nuk do të funksionojnë, dhe nuk do t'ju vi kush në mbrojtje, nuk do të dalë kush që të ngrejë zërin në favorin tuaj, dhe pjesa tjetër e Paris u adaptuan dhe tani flitet për përfshirjen e Venezuelës si një shteti i 51 i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se ata kanë mohuar një gjë të tillë se duan të ruajnë besueshmërinë brenda popullit venezuelan, por praktikisht tani më Venezuela është një territor shtesë ku asnjë vendim nuk mund të merret dot pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj që drejt kësaj rruge jemi nisur edhe në Kubë. Zoti Roy, të zbresim në Ballkan, konkretisht në Ballkanin Perëndimor, teksa Kosova shkon drejt zgjedhjeve të përgjithshme të parakohshme parlamentare në muajin qershor. Ju si e shikoni, këto zgjedhje do të jenë një zgjidhje për situatën në Kosovë, apo do ta thellojnë edhe më shumë krizën politike?
Siç e dini tani më, unë çështjen e problemeve në Kosovë nuk e shoh të ndarë nga çështja kombëtare shqiptare në Evropën juglindore apo Ballkan, quheni si doni. Pra, unë e shoh në një aspekt më të gjerë. Nga ky pikë vështrim, jemi në një udhkryq shumë të rrezikshëm për Kosovën, jemi në udhkryq shumë të rrezikshëm për shqiptarët. Në Kosovë fatkeqësisht po dalin në pah ato ndasi që ne I kemi evidentuar bashkë me kolegët dhe me shokët e mi prej shumë vitesh. Ka ndasi midis qytetit dhe fshatit, ka ndasi midis shtresave ishtitiste të kthyer në nacionalistë flak tani brenda natës, por që nuk e kanë nacionalizmin e thelluar, e kanë thjesht për show, për cirk, dhe atyre që janë realisht kombëtaristë. Kemi ndasi midis qytetit, siç thash, midis qytetit dhe fshatit, kemi ndasi midis zonave të ndryshme, kemi dhe ndasi të cilat janë kultivuar me shumë kujdes nga shërbimet serbe gjatë gjithë këtyre kohëve, sepse shërbimet serbe janë jashtëzakonisht shumë aktive në Kosovë. Këto kanë shërbyer për një thellim të ndarjeve të ndasive politike dhe fatkeqësisht them që kësaj kanë shërbyer edhe vetë partitë politike në Kosovë, duke u bërë përçues të këtyre agjendave. Pikëpari vetëvendosja e Albin Kurtit e ka marrë këtë agjendë dhe nuk e ka lënë te dera e fushatave elektorale, po vazhdon të fryj njerëzit me parrulla të tipit Lushtak Serbia apo gjë e tillë, duke I lidhur ish luftëtarët e UÇK-s me Serbinë. Unë nuk jam njëri që besoj se çdo kush që ka luftuar është I pastër qelibar apo nuk ka asnjë lloj faji. Kushdo që bën faj brenda një shteti normal, serioz, duhet të përgjigjet ligjeve të shtetit Kosovës, por shprehje të tilla që I lidhin komandantët e UÇK-s me Serbinë janë të shtyra nga agjenda antishqiptare dhe nuk duhet të ishin pjesë e propagandës së vetëvendosjes, fatkeqësisht janë. Nga ana tjetër, edhe krahu I luftës, partitë e krahut të luftës kanë bërë të njëjtën gjë. Janë përpjekur të marrin rrugën më të shkurtër, duke I njësuar shumë antarë të partive kundërshtare, përfshi dhe vetëvendosjen, duke I thënë janë agent të Serbisë, duke bërë Kurtin agent të Serbisë dhe të tjerë. Këto janë kalamanllëqe, çiliminllëqe të cilat nuk duhet të kishin qenë pjesë e diskursit politik në këto kushte rreziku. Pse jemi në rrezik? Jemi në rrezik pikërisht për mënyrën se si funksionon sistemi ndërkombëtar dhe atë që tham pak më parë për shtetet tjera të cilat na interesojnë deri diku. Në sistemin ndërkombëtar funksionon vetëm fuqia. Fjalët, llafet e bukura, integrimet, të drejtat nuk t'i jep kush, fitohen vetëm duke pasur fuqi për t'i mbështetur ato, vetëm duke luftuar me armë nëse duhet dhe vetëm duke qenë të bashkuar kundër agjendave të armiqve tanë. Fatkeqësisht politika në Kosovë nuk është e bashkuar, ka një përçarje të thellë, vetëvendosja është partia më e madhe në vend, ka besimin e popullit dhe unë besoj që Albin Kurti do të fitojë prapë zgjedhjet. Ndaj dhe mendoj që këto zgjedhje nuk do të jenë zgjidhje. Do të jenë thjesht një thellim, një agjende, po luftohet me të gjitha kushtet, po rrihen njerëzit në mes të qyteteve. Pse? Sepse ajo që është në objektiv është jashtëzakonisht është jetike, është mbijetesa e këtyre grupimeve brenda shtetit Kosovës dhe kjo mund të çojë në përplasje shumë më të thella të cilat unë nuk ja uroj askujt. Pra, ajo që duhet në Kosovë është ajo që duhet të ishte në Shqipëri, që nuk ekziston. Duhet kishte një ndjeshmëri shumë të madhe ndaj politikave të jashtme të gjithë aleatëve tanë, duhet kishte një ndjeshmëri shumë të madhe ndaj asaj që po ndodh nëpër botë dhe duhet kishte një qeveri të shpëtimit kombëtar ose të bashkimit kombëtar, ta quajnë si duan. Le të gjejnë një formulë politike që t'i pëlqejë Evropës, por të jenë të gjitha partitë bashkë, të mos ketë afat deri në përfundimin e statusit përfundimtar ose hyrjen e Kosovës ose në BE më me gjasë në NATO, që të krijohet një kornizë garancie. Kjo qeveri të merret me armatosjen
e Kosovës, me përforcimin e ushtrisë, me rikthimin e burimeve financiare që ikin për ditë, dhe pse jo t'i kundërvihet agjendave antishqiptare të Parisë së Tiranës. Kjo është detyra që ka Prishtina sot. Fatkeqësisht nuk shoh që kjo do të ndodhë, madje shoh një përkeqësim të gjendjes dhe një thellim të atyre dukurive konfliktuale brenda për brenda, që do të ishin jashtëzakonisht shumë të dëmshme. Si mendoni, pse Albin Kurti nuk arriti dot ta zgjidh çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit, por situata shkoi deri në këtë pikë sa që vendi shkon drejt zgjedhjeve të parakohshme të përgjithshme parlamentare. Ai shërben vetë Albin Kurtit kjo situatë, kjo lloj krize politike ku vendi hyn në cikle të tilla mbajtjesh të zgjedhjeve, apo Kurti është gjendur, po themi, i pamundur për t'i dhënë zgjidhje kësaj situate? Asgjë në politik nuk është e pamundur. Çdo gjë në politik varet nga vullneti i palëve. Albin Kurti nuk e ka treguar vullnetin për të vënë veten në shërbim të më të mirës për kombin, për të sakrifikuar veten në shërbim të më të mirës për kombin. Ky është fakt. Pse e ka bërë, si e ka bërë, nga është nisur, cilat janë interesat e tij, disa janë të qarta, duket se i pëlqen pushteti i zotit Kurti, gjë që është deri diku normale. Shumë kujt i pëlqen pushteti, shumë kujt i pëlqen që të jetë në krye dhe të zbatojë idetë e veta, dhe kjo është nuk ka gjë të keqe në princip, në thelb. Por zoti Kurti është gjendur disa herë përpara situatave ku i është dashur që të bëjë më të mirën për Kosovën, duke pranuar edhe dobësi të kundërshtarëve të vet, duke pranuar edhe gjëra jo të këndshme, të pakëndshme nga kundërshtarët e vet, nuk e ka bërë kurrë, i ka thelluar ndasit, është sjellë si revanshist, është sjellë si një diktator rudhës i vogël, dhe mendon se duke marrë 50%, kjo është një dorë që i kanë dhënë populli i Kosovës për të vendosur ai për të bërë gjithçka siç e don ai. Unë mendoj që kjo është e gabuar. Unë shpresoj shumë, uroj shumë që populli i Kosovës t'ia tregojë rrugën e duhur, t'ia uli pak atë që quhet hunda në politikë, mos t'jetë më aq afër 50% që sa i duket se është, dhe shpresoj që njerëz, se në vetvendosje ka shumë njerëz që janë vërtet kombëtaristë. Jo i gjithë vetvendosja janë ishtetistët e qyteteve që kanë qenë në propozita dhe të cilëve ju kujtohen pushimet në Greqi dhe rrogat e mira të Titos. Ka shumë njerëz që janë realisht, ka një pjesë e madhe, sidomos militant, nga ata që shajnë portaleve, një pjesë janë të paguar, po ka njerëz që janë genuin, që mendojnë se genuin Albin Kurti është ai që do të shpëtojë Kosovën, që do të jetë i pari i kombit shqiptar e të tjera. Këta njerëz kanë nevojë për një udhëheqje kombëtare. Këta njerëz kanë nevojë për një udhëheqje të një shtetari me vizion. Këta njerëz kanë nevojë për një udhëheqës që nuk e sheh kultin e vet si të domosdoshëm. Deri tani Albin Kurti nuk i ka provuar këtë. Zoti Roy, Albin Kurti deklaroi në Këshillin e Përgjithshëm të Vetvendosjes se atë po përpiqen ta eliminojnë nga politika dhe se opozita nuk e shet dot me sy. Në këtë rast, a ka një eksponent politik në Kosovë apo një forcë politike e cila mund ta rrëzojë një herë mirë Albin Kurtin? Shikoni, nuk është puna që të fillojmë dhe të rrëzojmë njërin apo tjetrin. Sigurisht që ka armiq në politik, dhe zoti Kurti nuk mund të luajë viktimën, sepse edhe ai nuk ka bërë gjën e duhur. E kemi thënë disa herë këtu, do ta përsëris prapë. Cilado qofshin gjunahet politike apo dhe më tej të ish presidentit Thaçi apo të komandantëve të tjerë të UÇK-s që janë në Hag sot e 5 vjet e gjysmë në një proces skandaloz, në një proces antikombëtar, në një proces pro-serb që i merr të dhënat nga UDB-ja jugoslave. Zoti Kurti ka folur me zë të ulët, me zë të mefshët, me zë të mekur kundër kësaj, ishte kundër kur ishte në opozit, sepse donte të fitonte pikë si kombëtarist, tani nuk është më kundër, tani nuk kërkon më, tani nuk e kushtëzon të qenurit të tij politik me rikthimin e komandantëve të UÇK-s, me pastrimin, se nuk ka nevojë për pastrim.
UÇK-ja është përpjekja më e pastër e popullit shqiptar në fund shekullin e 20. Është një gjë që ne jemi gjithë krenar që shqiptarët kanë arritur ta prodhojnë. Kurti duhet ishte përçuesi i kësaj fryme, nuk është. Kurti është përçuesi i frymës që thot Sami Lushtaku është Serbia. Ky është gjunahu i Kurtit në politik, pra nuk mund të sillet si viktim. Ka meritën që ka fituar votën e popullit, se atë që i voton populli duhen respektuar, por nga ana tjetër ka meritën, ka fajin që ka bërë të kundërtën asaj që duhet bënte. Pra nuk është viktim Albin Kurti i asaj që duan ta eliminojnë nga politika. Albin Kurti ka eliminuar kundërshtarët e vet në të njëjtën mënyrë, le të ulet, le të dëgjoj pjesën më të mirë të partisë vet, që e ka një pjesë të mirë në partinë e vet, ka njerëz të mrekullueshëm, cilët nuk i kanë postat e duhura, apo ndoshta duhet i kishin. Nëse do ta zgjidh krizën, le të gjejë një personazh që i bashkon të gjithë. Ja propozoj unë njërin që të bëhet presidenti i Kosovës, që meriton më shumë se sa të gjithë, që është Nasir Rama, profesor në NYU, ka luftuar, ka qenë zëdhënës i UÇK-s në Amerikë, ka qenë përfaqësues politik në Rambuje i UÇK-s, e njohin të gjitha palët, e ka ndihmuar zotin Kurtin kur ishte atëherë këtu, e pa cjell bëj një takim në NYU, që nuk është gjë e pakët, pra ka besimin e të gjithëve, është njeri që kur ka pasur mundësi ka lënë gjithçka dhe ka punuar për kombin, le ta bëjë atë president. Është edhe heroi i Kosovës ndërkohë, me certifikat që nxirren sot në Prishtinë. Po, le ta bëjë atë president. Do t'i bashkonte të gjithë, do t'i gjente rrugën e dur, do të ishte i pranuar nga shumë kush. Nëse nuk e don Shënasion, le të marrë dikë tjetër që ka njerëz të tjerë që janë konsensual, që do të gjenin një pikë përbashkimi. Dhe ama do t'i duhej që të ndante pushtet, dhe këtë ai nuk do. Po t'ishte për këtë punë, e kishte një njëri që është shumë i afërt me rrethet e veta, që ishte presidenti Osmani, dalin nga të njëjtat shtresa të dy, si ky dhe si Albini edhe zonja Osmani, por nuk e desh sepse i rrezikonte pushtetin. Pra, pushteti për Albin Kurtin është gjithçka. Ky është problemi i tij. Në këtë rast, edhe qasja që ka ndaj gjykatës në Hag dhe çështjes së Hashim Thaçit, mendoni se ai druhet një rikthimi të Hashim Thaçit nëse Thaçi shpallet i pafajshëm dhe lirohet nga gjykata e Hagës, dhe në këtë rast mund t'i rrezikojë pushtetin vet Albin Kurtit? Kjo është një spekulim që bazohet në disa gjëra që ka bërë Albin Kurti. Unë nuk e di nëse nesër lirohet Hashim Thaçi dhe mbërrin në Kosovë, gjërat do ndryshonin radikalisht. Ajo që unë di është që Hashim Thaçi nuk ka asnjë arsye pse të jetë në një burg të një shteti të huaj, në një gjykat pa asnjë lloj legitimiteti, me akuza qesharake të ngjizura në Beograd. Hashim Thaçi duhet ishte on Prishtinë, on Drenic, në kullën e vet, ndoshta duhet ishte i tërhequr nga politika, sepse shpesh herë luftëtarët nuk janë më të përshtatshëm për të vazhduar, për të ndërtuar shtetin. Kam thënë diçka të ngjashme para disa kohësh, por duhet ishin kuadrat e reja, KPDK-ja, njerëz brenda, fytyra të reja, fytyra të pastra, që nuk janë konsumuar me hajnin e pas luftës, sepse edhe ajo duhet të njohur, pas luftës ka pasur gabime sa të duash në qeverisje e të tjera, por zoti Thaçi është heroi shqiptarëve, komandantët janë herojt shqiptarëve, edhe ata që janë drejtues partish sot që kanë luftuar në UÇK janë të gjithë herojt shqiptarëve. Janë herojt shqiptarëve sepse në momentin më kyç të historisë së shqiptarëve dhe të Kosovës sigurisht, në Kosovë nuk e shoh ndar nga hapësira shqiptare, kanë dalë, kanë marrë armët, kanë lënë rehatin e perëndimit dhe kanë dalë në mal. Ndërkohë që Albin Kurti, sakrificën më të madhe që ka bërë është ka shërbyer kafen në Prishtinë. Dhe këtë nuk e them unë se dua ta injoroj, përkundërzi, këtë e ka thënë Baci Adem Demaçi, që e kishte praktikisht sekretar të zyrës, pra praktikisht sillte kafet kur dhe përkthente kur vinin përfaqësues të huaj. Pra, ndërkohë që lufta bëhej mal atje tek ata katundet, tek ata të pa civilizuarit, siç quheshin atko në rrethet titiste. Siç ka mbërritur sot koha që
po ato rrethet e tij po kthehen prap, janë kthyer prap në pushtet dhe ky është njëri nga problemet. Le të kthehemi tek përbashkimi. Duhet që shqiptarët të kenë një fytyrë të përbashkët, të gjejnë një mundësi të përbashkët, të jenë të gjithë bashkë, sepse rreziku që na krahanoset në Serbia është i tmerrshëm. Serbia është më armatosur, ka luajtur diplomatikisht më mirë se sa ne, përkundrazi në Evropë ka ndryshuar narrativa, që është e pamundur, ndërkohë që genociduesit nuk ka shumë kohë, ka 20 e sa vjet ka, por genociduesit tani janë kthyer në viktima, paktën për sa i përket kancelarive evropiane. Pra jemi në një moment jashtëzakonisht shumë të rrezikshëm, ne duhet sillemi si shqiptar pikë së pari dhe pastaj edhe si shtetar së dyti dhe pastaj si drejtues politik. Nuk flas për vete, sigurisht unë nuk jam as drejtues politik, por flas për ata që kanë mundësi, për ata që njerëzit i votojnë, për ata që mbledhin votën. Albin Kurti i pari, or edhe komandantët e UÇK-s së dytë. Duke mbetur te aspekti i sigurisë në Kosovë, disa ditë më parë komandanti i KFOR-it në Kosovë deklaroi se situata mbetet e brisht që prej sulmit në Banjsk dhe tensionet mund të shpërthejnë në momente të caktuara. Ndërkohë më pas pati edhe një deklaratë të presidentit serb Aleksandar Vučić se Serbia është e gatshme për luftë kurdoherë, duke qenë se është e armatosur deri në dëm, nisur dhe nga blerjet e raketave që ka kryer nga Kina apo edhe Rusia. Në këtë rast, sa rrezikohet vetë Kosova nga Serbia dhe çfarë po bën faktori shqiptar në rajonin e Ballkanit kundrejt një kërcënimi serb në këtë rast? Kjo është një pyetje që më jep mundësinë të vazhdoj në diskutimin tim të mëparshëm dhe do të kaloj tani më tek roli tejet negativ anti-shqiptar i Parisë së Tiranës. Ndërkohë që gjitha këto që ju thatë janë të gjitha objektivisht reale, ndërkohë që presidenti serb, i cili është një nga presidentët më antidemokratik, të cilin nuk e don as populli i vet. Le të mos harrojmë që kemi qindra mijëra studentë që manifestojnë kundër regjimit të Vučićit në Beograd. Këta nuk janë dashamirës shqiptarëve. Pra, ky është një njeri që presidenti serb është një njeri i cili nuk ka asnjë lloj besueshmërie nga pikpamja e vlerave evropiane demokratike, pavarësisht se është dashnori i Evropës Bashkuar, mund ta quajmë. E duan shumë të gjithë, ndoshta sepse është i gjatë, njësoj si diktatorucin ton të vogël, kryeministin Rama. Ta të gjatët gjithmonë i duan në Bruksel. Po përtej batutës, Paria e Tiranës vazhdon të sillet në mënyrën më anti-shqiptare të mundshme, vazhdojnë ta përdorin Kosovën si mjet për luftën e tyre të brendshme, janë shitur dhe vazhdojnë të shiten prurësit më të parë, duke filluar tek vllai i presidentit Vučić, që e kemi kryeministër, cilin vazhdojmë ta votojmë, duke filluar tek mënyra e qeverisjes së tij, duke filluar tek shitja e bazave ushtarake, duke filluar tek shitja e pronave të ushtrisë, duke filluar tek shpërbërja e çdo gjëje, tek shitja e ekonomisë, tek lidhjet e dyshimta me vende të cilat nuk kanë asnjë lidhje në Shqipëri, tek mungesa e koherencës me Kosovën, tek lufta që i bëhet kryeministrit të Kosovës në ambiente ndërkombëtare, që është duhet ishte e pa konceptueshme, që luftoj kryeministri i Shqipërisë, kryeministrin e Kosovës, sepse nuk merren vesh me njëri tjetrin, e të tjera. Fatkeqësisht Shqipëria nuk është një faktor shtesë që do ta mbronte Kosovën në një konflikt të ardhshëm. Shqipëria përkundrazi do të ishte një vend ku shumë çka nuk do të ishte në favor të Kosovës, dhe këtë e them me dhimbje të thellë. Kjo duhet të jetë një sinjal alarmi për shqiptarët, sepse ne shqiptarët jemi në një pozitë jashtëzakonisht të rrezikuar. Brenda Shqipërisë po na zëvendësojnë me Bangladesha, Sirian dhe Filipinas, të cilët ndoshta janë më të bindur se sa ne, na kanë lënë të pa arsimuar. Arsimi në Shqipëri është në kotat e veta më të ulta të mundshme. Është një doktor që jeton dhe punon në Zvicër,
që çdo ditë nxjerr nga një doktoraturë të plagjarizuar të këtyre drejtuesve tanë të mëdhej. Pra jemi në pikë të fundit, jemi në një pikë ku ndërkohë që vendet fqinje armatosen, ne paguajmë 50 milion euro për një gjysmë idiot, që është këngëtar i famshëm, që nuk e do më as Amerika as gjysma e Evropës, po ne e pranojmë në Tiranë këtë sepse duam që njerëzve t'ju japim aheng dhe karadyzen. Ndërkohë që na duhet shtet, na duhet rikthim në seriozitetin e shtetarëve tanë, na duhet rikthim në seriozitetin e ushtrisë tonë, na duhet mobilizim kombëtar, na duhet rikthimi i shërbimit të detyrueshëm ushtarak, po të gjitha këto nuk kanë për të ndodhur dhe nuk mund të ndodhin duke pasur këtë pari. Mos harrojmë që edhe në opozit kemi po të njëjtin llum. Është një llum që kërkon thjesht të ruaj pozitat e veta, të marrë në tender aty këtu, të shpëtoj familjen e kryetarit të përhershëm të opozitës dhe me kaq u zgërlaq, është një shprehje e vjetër. Jemi të gjithë të kënaqur, bëjmë zhurmë, dalim në mitingje, hedhim molotov dhe opozita është e zaptuar, jemi në rregull, asgjë nuk bëjmë për shqiptarët përveç deklaratave pa krip tani më sepse nuk i beson më askush. Opozita ka drejtues organizativ një ish agent UDB-s e kështu me radhë. Pra, Shqipëria nuk është faktor pozitiv për Kosovën, fatkeqësisht Kosova nuk mund të mbështetet tek Shqipëria, por populli shqiptar nuk është paria e Tiranës. Populli shqiptar i cili jeton edhe në Shqipëri dhe në diasporë, ndaç nga Shqipëria londineze, ndaç nga gjitha vendet e tjera, punon ndryshe nga paria e Tiranës dhe ndoshta duhet që këto energji shqiptare të përbashkohen dhe të arëzojnë një herë mirë këtë pari anti-shqiptare se na ka ardhur majt hundës. Njerëzit në Shqipëri janë mësuar tani më me propagandën, por në momentin që do të gërvishtet pak ajo boja e vajt me të cilin e lyen murin e ndryshkur paria e Tiranës çdo ditë, unë mendoj që njerëzit do ta shohin realisht se ku janë dhe do ta ndjejnë veten shumë keq. Do të kalojmë edhe tek rasti i parisë Tiranës, konkretisht në dosjet caktuara dhe çështjet delikate me cilat përballet vendi sot, më saktë qeverisja e kryeministit Edi Rama. Po të mbetemi sërish te Albin Kurti. Si mendoni pse Albin Kurti e ka lënë mënjan ose ka harruar tezën e Bashkimit të Kosovës me Shqipërinë dhe a ka një plan qoftë politika në Kosovë, por ashtu edhe në Shqipëri për të pasur një bashkim të Kosovës me Shqipërinë në të ardhmen? Dhe nga ana tjetër, a mund të ketë një dakordsi të faktorit ndërkombëtar në këtë rast për të ndodhur ky bashkim? Dhe kur them faktorin ndërkombëtar, kam parasysh në këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shikoni, unë flas pikës parë në emrin tim dhe Grit Roy që paraqitet këtu është me bindje të plota kombëtariste, pra për sa më përket mua, nuk ka rrugë tjetër për shqiptarët përveç bashkimit kombëtar. Pra nuk është çështje nëse do të ndodhë bashkimi kombëtar, këtu flitet për kur do të ndodhë bashkimi kombëtar. Sepse nëse nuk ndodhë bashkimi kombëtar, rrezikojmë që të mos ketë më kom shqiptar. Dhe unë këtë nuk dua as ta mendoj dhe as ta fus në kusinë e mundshme, të gjërave të mundshme. Pra, bashkimi kombëtar i shqiptarëve do të ndodhë, po cilat janë premisat që mungojnë për dalë pastaj do t'i përgjigjem dhe drejt për drejt, mos ki merak faktit që pse sot Albin Kurti nuk flet më për bashkim kombëtar. Nuk flet më për bashkim kombëtar sepse Albin Kurti ka hallin e pushtetit. Albin Kurti tani më do që t'i pëlqejë të gjithëve, e ka marr pulsin popullit Kosovës, i cili një shumicë të madhe e voton, dhe tani do që t'i pëlqejë pak nga pak të gjithëve, do të rikthehet dhe të bëhet njësoj siç është bërë sot Edi Rama, që është bërë i pazëvendësueshëm sepse nuk ka opozitën e ka çuar në atë derexhe që ju ka blerë gjakun. Këtë po kërkon të bëjë dhe Albin Kurti, po në Kosovë çështjet janë pak më ndryshe sepse ka përballë ata që kanë luftuar. Kjo përgjigjja e drejtë për drejtë, po duhet të kthehem edhe tek përgjigjja e gjerë sepse është shumë e rëndësishme. Ajo çka duhet ndodh me shqiptarët, premisat që duhet krijohen janë disa. Pikë parë shqiptarët duhet kuptojnë se ne shqiptarët duhet kuptojmë se ku jemi. Jemi në një nga pikat më të dobta. Kemi para më shumë, ndoshta kemi apartamente më të bukura, shkojmë edhe në Eurovision. Na japin vota dhe në Eurovision.
që nuk e kemi ndërruar kur. Pra, nga pikpamja sipërfaqësore ne jemi shumë mirë. Do kryeministri jon na gënjen për ditë, na thotë do hym në Evropë. Pjesa tjetër na thotë që na vendosni ne se do t'ju çoj muli në Evropë, jo Edi, ose Albana, muli me Albanën do na çojë në Evropë dhe Edi do na çojë në Evropë dhe jemi shumë në rregull. Ky është niveli i diskursit në politikën shqiptare. Kjo duhet ndryshojë. Niveli i diskursit duhet të jetë cilat janë hapat që ne duhet ndërmarrim si kombë, si shtet, si popull, në mënyrë që të favorizojmë, në mënyrë që të mundsojmë bashkimin e shqiptarëve që është i natyrshëm brenda një shteti të vetëm. Cilat janë hapat e afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë. Çfarë duhet bëjmë që ky opsion të bëhet i paevitueshëm, të jetë hyj pjesë e diskutimit ndërkombëtar. A mund të bëhet sot për nesër? Kushdo që do t'ju thonte këtë do të ishte një tregtar rrenash. Unë nuk do të jem tregtar rrenash. Janë kushtet ndërkombëtare të cilat janë të paevitueshme, duhen respektuar, janë interesat e aleatëve tanë të tjerë. Por duhet krijuar një agjendë. E kanë serbët. Serbët nuk kanë kontroll mbi Kosovën sot, përtej agjendëve të shumtë që kanë në median dhe qeverisjen kosovare, flas nivelet treta dhe të katërta, jo në nivelet larta, por agjenda tyre nuk ka ndryshuar. Po të flasësh sot me diplomat serb, janë shumë të gatshëm të thonë që ne nuk e kemi fare problem të presim 100 vjet, 200 vjet, por Kosovën nuk e lëshojnë. Këtë nuk ta thot asnjë politikan i Paris Tiranës sot. Ne duhet mrrim në këtë pikë ku çdo gjë të ndodh, politik do të ketë gjithmonë. Politika nuk është kurrë pa probleme, pa pislliqe, pa halle, pa akuza sharje të ndërsjella, sepse në politik luftohet për pushtet dhe për pushtet gjithë njerëzit japin maksimumin. Ama pas çdo lloj betejë politike duhet të jetë ky objektiv jon i përbashkët, të cilin ne sot nuk e kemi. Ne kemi një pari e cila ka objektiv të vetëm paran. Lekun, dollarin, evron, drahmin, dinarin serb, çdo gjë për para. Ne kemi oligarkë sot që janë bërë oligarkë duke bashkëpunuar me Rusinë dhe me Serbi. Kontrollojnë gjysmën e Shqipërisë sot këta oligarkë. Ne kemi njerëz sot cilët janë që kontrollojnë ekonominë e Shqipërisë, që kanë lidhje pafund në shtete të tjera të cilët s'duhet me pas kontrollin e Shqipërisë. Kjo duhet ndryshoj. Duhet ndryshoj qasja. Ndaj shtetit, qasja ndaj kombit, qasja ndaj asaj që ne jemi. Pa ndryshuar kjo, do të ngelim një turm katundare me 10 master degree, po që nuk ndërton kushtet dhe do të vërtetojmë atë tezën e tmerrshme të serbëve dhe të grekëve që shqiptarët nuk dinë të ndërtojnë shtet. Jo, dinë shqiptarët të ndërtojnë shtet. Kudo tjetër që ne na jepet mundësia, kudo tjetër që ne kemi mundësi, ne shkëlqejmë. Kemi gjykatës në Amerikë, kemi profesor në Amerikë, kemi mjek në Amerikë, kemi gjithçka. Kemi president kompanish në Amerikë. Por në vendin tonë nuk jepet mundësia sepse e kanë zaptuar një klik hajnash, maskaresh dhe plehrash të kombit, të cilat nuk duan të lëshojnë. Kjo duhet ndodhë. Këto janë premisat e bashkimit. Po, dhe duke mbetur pikërisht te pjesa e korrupsionit në nivelet e larta, në një analizë që ka bërë diplomati amerikan David Kostelanik, shkruan se integrimi i Shqipërisë Bashkimin Evropian varet në fije të perit, nisur nga mënyra se si Edi Rama ju qas rastit Balluku dhe në këtë rast mosçorja përpara drejtësisë së vet Ballukut, po e lë Shqipërinë pas vendeve të tjera për të integruar në BE. Në këtë rast procesi i integrimit në Bashkimin Evropian ka një agjendë të atill që politika paria e Tiranës nuk e dëshiron integrimin në Bashkimin Evropian dhe mbron gjithë sërën e vet që kapet edhe në korrupsion siç ishte në rastin e Belinda Ballukut? Përgjigjja e shkurtër është po unë besoj që njerëzit kërkojnë diçka më shumë se sa nga poja. Le të fillojmë duke thënë që David Kostelanik është ai që ishte emëruar për ambasador në Shqipëri, pra është një njohës i Shqipërisë dhe i rajonit. Është një diplomat i vjetër. Pra kur flet, nuk flet pa një agjendë të caktuar. Duhet të mësojmë në një shtet normal, paradoksalisht ai shteti i vjetër i diktatorial i kishte këto mënyra të menduarit. Duhet mësohemi që kur flet dikush diplomatikisht,
flet në emër të një agjende të shtetit vet, të caktuar, që në këtë rast janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka një objektiv të caktuar dhe secili shtet që i qaset Shqipërisë apo hapësirës shqiptare ka interesat e veta. Nuk dalim dot nga kjo. Kjo është e pa evitueshme në çdo lloj shteti. Edhe në qoftë se do të merremi me një shtet si Palau, edhe Palau ka interesat e veta. Edhe Palau nuk t'jep gjë badihava. Çdo gjë duhet Palau kërkon haracin e vet për të bërë diçka për shtetin tënd. Pra, këtu flitet nga një pikpamje shtetërore dhe flitet, unë besoj me shumë objektivitet, për sa i përket asaj që me sa duket administrata Trump po e kupton përditje më shumë, që është që Paria e Tiranës nuk e ka dashur kurrë integrim. Integrimi ka qenë një gjethe fiku për të mbuluar pasurimin e tyre të disa fisht, kontrollin e tyre ndaj fijeve të shtetit. Madje ajo që po ndodh në Tiranë sot është që e gjithë paria është kthyer kundër, është bërë një pari anti-amerikane. E gjithë paria me shkrime të tretësh, me shkrime të ashtu quajturish avokatër që flasin se si nuk garantohet se si paraburgimi është i padrejt e të tjera. E kemi bërë dhe një herë të diskutim. Nësa mos o zot, nësa arrestohemi unë dhe ti jesh i bindur ti që këta avokatërit që dalin televizioneve dhe me zi presin thonë që paraburgimi është i padrejt, nuk do të kishin asnjë lloj problemi. Nuk arrestohet vetëm Ilir Meta dhe mbahet në paraburgim. Janë me dhjetra dhe me qindra, pse nuk folën përpara. Nuk ka ndodhur tani. Ka ndodhur, po kur i ndodh Ilir Metës dhe Erion Velis, gjejnë me njëherë këta parimin, bëhen parimor me njëherë. Nuk është problemi aty. Madje Dirama fjalën burg e ka pasur devizën e tij politike që prej 2013-s deri më sot. Jo vetëm me Dirama. Jo, me që po flasim për pjesën aktuale. Absolutisht janë gjithë bashkë. Po bëm ndarjen, kemi bërë gabimin që ata duan të bëjmë. Në qoftë se ti je i Berishës dhe unë jam i Ramës, ata kanë fituar. Problemi është që kush është i shqiptarëve. Unë nuk jam as i Berishës as i Ramës, unë duhet të jem me shqiptarët dhe analiza ime nuk niset nga asnjë lloj synimi personal. Ky është realiteti. Realiteti është që këta të gjithë kanë akuzuar njëri tjetrin. Po merrni shikoni çfarë ka thënë Sali Berisha për Ilir Metën. Merrni çka ka thënë për Fatos Nanën. Merrni çka ka thënë Fatos Nanën për Ilir Metën, për Edi Ramën. Përsëri në fund këta janë gjithë bashkë. Pra këta janë një tërës kobrash, ku secili pickon njëri tjetrin kur munden, por gjella e tyre janë shqiptarët. Dhe tani më kanë mbetur kockat dhe këta këtyne po ju krakarisin dhëmbët e kobrës, sepse janë duke ngrënë kocka tani. Mishin na kanë ngrënë me kohë. Pra le të mos bijem pre e kësaj që korrupsioni ka filluar me Belinda Balluku. Jo, korrupsioni ka filluar që në të kryetarin e partë të Bashkisë Tiranës që shiste letë ndërtimit, që ishte demokrat. Ka filluar me shumë të tjerë, se nuk po ja përmend emrin se nuk jeton më Indieri, po ka filluar me shumë maskarallëqe dhe poshtërsira të tjera, ka filluar me shitjen bagja ose shkatërimin bagja të çdo lloj principi të një industrie shqiptare që ne e kishim, mund të ruanim çka ishte e ruajtshme, u dol me çekun e bardhë dhe u bën shkatërrime masive. Ka vazhduar me shitjen e Bregdetit, ka vazhduar me shitjen e aseteve ushtarake. Oligarkët, merrni këtë doni, zgjidhni një emër, as Çeti, as Samiri, as kush tjetër nuk kanë filluar punë me Edi Ramën. Kanë filluar punë shumë përpara Edi Ramës ata. Samiri dhe Çeti dhe tjetri se vetëm këta dy po më vinë mend tani, po janë shumë të tjerë, kanë punuar me të gjitha qeveritë. Këta janë miq me të gjithë. Këta i kanë blerë apartamente gjithkujt. Këta i kanë dhënë para gjithkujt. Këta kanë zbuluar tapit të gjyshërve dhe stërgjyshërve dhe gjyshërve të baxhanakërve dhe baxhanakeve masivisht. Këta kanë vjedhur prona masivisht. Pra nuk është Edi Rama problemi. Edi Rama është diktatori i madh, është problemi sot. Nëse duam ta shohim sot, po. Pa rrëzimin e Edi Ramës nuk ka shpëtim. Jemi dakord në pikë. Problemi nuk është thjesht Edi Rama. Duhet rrëzuar sistemi që ka prodhuar Edi Ramën. Se të rrëzosh Edi Ramën dhe të vi një mashtrues tipik si Erion Velia, nuk ke fituar gjë. Apo të vi Ilir Meta në pushtet, apo të vi Muli në pushtet. Kush duhet qeveris nga këta që të bëhet qeveria e mirë?
Mulin e kemi pasur ministër të brendshëm. U rregullua situata e krimit apo u pasuruan vëllezërit e baxhanakët e tij. Pra, le të mos bëhemi qesharak dhe të themi që ky është një problem i Edi Ramës. Edi Rama është sot në krye dhe mbart të gjithë peshën e fajit të shqiptarëve. Ka 13 vjet që i vjedh dhe shkatron Shqipërinë dhe po i nxjerr njerëzit nga Shqipëria. Faji është i Paris Tiranës. Faji është i asaj strukture që e ka prodhuar dhe e ka lejuar Edi Rama të bëhet sot një diktatoruc që ka për ta njohur historia si një diktatoruc pa peshë, se kjo është e vetme gjë që e lëndon atë, megjithëse si gjysmë skizofren edhe kjo nuk e lëndon fort. Të gjithë këta të tjerët janë të gjithë zagar historik. Janë të gjithë njerëz që nuk kanë për të kujtuar për asgjë për mirë. Ndaj dhe kanë mezi presin që kur vdes dikush të flasin mirë për të, sepse duan të krijojnë ndjesinë që kur të vdesin këta duhet të flasin mirë për ta. Jo më zotëri, këta janë njerëzit më të paduhur për Shqipërinë sot. Këta duhet ishin tërhequr nga gara, duhet i kishin hequr shqiptarët zvarr nga gara politike prej kohësh. Fatkeqësisht është që ne kemi një popull të përgjumur i cili nuk gjen dot alternativa sot për sot. Por hajnia e Belinda Ballukut nuk fillon tek Belinda Balluku. Nëse do të vazhdojmë me këtë lloj mendësie, do të heqim Belindën dhe do të vëmë Belandën. Do të heqim si e ka Arben Ahmetajn dhe do të vendosim këta të rinj të sotëm që i thon Edi Ramës komandant, a shef i madh, unë jam ushtari jote, gjëra të tilla qesharakrira. Pra, nuk po shkojmë drejt përmirësimit, po zëvendësojmë një maskara me një maskara më të shkolluar, që ka 2 ose 3 mastera. Nuk i jep gjë shkollimi këtyre, të jeni të bindur për këtë. Zotiroj, presidenti amerikan Donald Trump ka propozuar si ambasador në Shqipëri Eric Wendt, i cili ka qenë dhe drejtuesi i operacioneve të NATO-s, dhe në këtë rast është një ish ushtarak, po themi, pse Amerika përzgjedh një ish ushtarak dhe një profil të tillë diplomati për ta dërguar në Shqipëri? Çfarë paralajmëron pra një zgjedhje e tillë? Pra nëse ai do të vërtet do të kalojë në Senat më pas edhe do të emërohet ambasador në Shqipëri? Unë parashikoj që generali Wendt do të kalojë në Senat, është thjesht çështje kohe dhe thjesht çështje e politikës brendshme amerikane, por kandidatura e tij do të kalojë. Unë mendoj që ai do të vinë në Shqipëri. Pse është zgjedhur, atë din ata që e kanë zgjedhur, por zakonisht kur përzidhet një njeri që nuk është thjesht general i NATO-s, po ka qenë drejtor i shkollës ndërhyrjeve në vende të treta, pra ka ca dieni të tjera, ndoshta duhet lidhur kjo me atë që unë thash pak më parë, që paria e Tiranës është kthyer e gjitha haptazinë anti-amerikane dhe ndoshta pritshmëritë e shtetit amerikan janë që asnjëri prej këtyre nuk është më njeriu i duhur që do t'i përshtatej agjendës amerikane. Për te asaj që ka thonë, për te propagandës madhe, për te miliona dollarëve që hedhin për të dhënë idenë se duke thritur Chrysler Civitën apo duke thritur atë këshilltarin elektoral hebrej që ka pasur Edi Rama apo Sorosi apo tjetri do t'ju vinë në ndihmë. Nuk besoj që ka për t'ju ardhur gjë në ndihmë, sepse mendoj se shteti amerikan, ato strukturat që e dinë se si funksionon realisht situata në Shqipëri, besoj që e kanë kuptuar që paria e Tiranës është e gjitha e krimbur dhe nuk kam asnjë shpëtim. Sigurisht që për sa kohë që nuk ka alternativë reale, për sa kohë që nuk ka alternativë më të mirë, amerikanët kanë një shprehje: djalli që e njoh është më i mirë se sa djalli që nuk e njoh. Kështu që mos prisni që të vijë dhe ti ndryshoj gjërat Amerika. Po nuk deshin shqiptarët të jenë më mirë, Amerika do të bëjë më të mirën e mundshme për interesat e veta, e ndoshta kështu duhet parë ky emërimi i generalit në për të qenë ambasador në Tiranë. Do të shohim kur dhe sa shpejt do të funksionojë konfirmimi i tij, po unë besoj që nuk është çështje vitesh, është çështje javësh. Zotiroj, dhe i pyetja e fundit, ka disa lëvizje të cilat shfaqen në rrjetet sociale, personave të caktuar në Greqi, midis tyre dhe shqiptar, që përpiqen të organizohen atë të ashtu quajturën e tyre duke i dhënë zë Vorjo e Pirit, pra ata ashtu quajturën Vorjo e Pirit në këtë rast, apo përgatit Greqia
atë skenar siç e përmendëm pak më lart në rastin e Serbisë kundrejt Kosovës dhe në këtë rast Athina mund ta përgatisë kundrejt Tiranës, pra kundrejt Shqipërisë. I ashtu quajturi e Vorja e Pirë është një sajese madhe e shërbimeve greke dhe këto llogarit në për rrjetet sociale nuk janë për tu marrë seriozisht. Nuk ka shqiptar që merret me këto budallëqe, poshtërsira, maskarallëqe anti-shqiptare. Kushdo që i thot vetes shqiptare di që kjo çështja e të ashtu quajturit e Piri i Veriut është qesharake, është thjesht një vegz që e përdorin shërbimet greke për të justifikuar atë që ata mezi po presin që ta bëjnë, të ndërhyjnë më fort në Shqipëri se sa i kanë lejuar deri më sot. Problemi që pra unë nuk do të shqetësohesha shumë, atë që Greqia ka bërë gjithmonë këtë punë, do të vazhdoj ta bëj. Është një shtet që nuk i do shqiptarët, është një shtet që do që t'i zhduk shqiptarët, është një shtet që nuk e njeh pakicën e vet shqiptare që është masive në Greqi, si pakicë, pavarësisht se është vend i Bashkimit Evropian dhe ka njohur traktatet e drejtave të njeriut, nuk ka njohur asgjë. Për hir të vërtetës, pakicën shqiptare nuk e njeh as Turqia. Po kjo nuk është pjesë e asnjë lloj diskutimi dypalësh, as me Greqinë dhe as me Turqinë. Kështu që unë nuk do të shqetësohesha shumë në atë që ka bën Greqia, sepse Greqia gjen dhe bën. Nga pikpamja jone duhet të shqetësohemi që çfarë mos reagimi kemi ne dhe juve ndoshta kjo çështja riaktivizimi, nuk ka është riaktivizim se kanë qenë gjithmonë aktiv. Këta të ashtu quajturit aktivistë shqiptar të Vorja e Pirit janë të ashtu quajturit Vorja e Pir janë shumë aktive dhe në Amerikë, jo më në Greqi e në vende të tjera. Unë do thoja që nuk është riaktivizim, është përforcim i një agjende që luhet me shpopullimin e zonave të caktuara në juglindje të Shqipërisë, me zaptimin e kishës ortodokse shqiptare, e cila tani në këtë periudhë drejtohet nga një shqiptar, por u desh 25 vite që të instalohej kapja e saj dhe tani më mund vendoset dhe një shqiptar atje. Në fundit nëse ai shqiptari nuk bën gjën e duhur, ka mënyra sa duash për të ndryshuar. Por kapja e kishës autoqefale, shpopullimi i zonave caktuara të juglindjes, dalja e disa ideologjive jashtëzakonisht dëmprurse, sektare, siç janë partia vllahe e gjëra të tilla, të cilat kanë publikuar harta të ndryshme që shkojnë nga Myzeqeja, poshtë Beratit deri në Korçë, të ashtu quajtur Republika e Vllahis, janë të gjitha pjesë të një skenari të mirë përgatitur në Athinë për të coptuar Shqipërinë, siç e kanë bërë gjithmonë, për të mos njohur të drejtat e çamëve, për të mos njohur çamërinë si një krahinë thellësisht shqiptare, për të mos njohur arvanitasit, për të mos njohur historinë e tyre e të tjerë e të tjerë. Pra, si Greqia që merret me Vorja e Pirin dhe një mas shumë më të pakët edhe Turqia nuk i njohin pakicat shqiptare, nuk është për të çuditur, janë shtete që përpiqen që të bëjnë interesat e tyre. Problemi që kemi ne nuk është Greqia dhe as Turqia deri një pikë. Problemi jemi ne, problemi është shteti jon, problemi është mos reagimi jon, problemi është çfarë bëjmë ne. Ne kemi hapur dyert dhe me anë të kryeministrit ton diktatoruc dhe të ministrit të jashtëm, po i japim edhe pjesë të detit të tyre si dhurat për fundvitin, për Krishtlindjet, besoj, kështu që në vend që të merremi me çfarë thon ata, ne duhet të shohim së brendshmi. Duhet rregullojmë konakun ton, se po s'rregullojmë konakun ton, të gjithë do të vinë dhe do na shkelin. Zoti Roy, unë ju falenderoj për gjitha mendimet dhe analizën këtu në Agora News. Ju falenderit për mundësi. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.